Kalivera. Që do ju tregoj se si filloj unë mëngjesin tim. Tani sot e hapa këtë shishen e dytë me të Forever Freedom. Dhe me thënë unë përpiqem që të pi ato gjëra që më bëjnë që të mbaj stabil sëmundjen e reumatizmës. Prandaj mëngjesin tim e filloj esull me këto përbërje. Fusi pak, më pak se sa kaq, se sot futa shumë. Fritëm, që ka glukozamini, kodoitrini, ka MSM, që është shumë e nevojshme. Gjithashtu ka edhe aloe vera gelin më të pastër që ekziston. Edhe është e certifikuar. Tani këtu tek kjo gota, të fusi pak ujë. Akoma flet gjumë. Dhe do të shoqëroj me probiotikun, që është shumë nevojshëm për gjithë njerëzit që ta pinë probiotikun mëngjes. Ky është e veçanta e këtij probiotiku është sepse ky probiotik ka zink. Gjithmonë kur bleni probiotikun, duhet ta merrni me përbërje zinku, sepse kur ka zink, përthithja e këtij produkti bëhet më mirë nga organet, ndërsa kur nuk ka zink, nuk e përthith trupi. Okej? Ja, kështu e filloj. Do pi një. Tani këtë e pija avash, nuk e pi me njerë. Dhe do të them që kjo kapsule vogël ka 8.000 bilion mikrobe të pastra, të mira. Ka mikrobe të këqija që bazora, kjo ka 8 bilion mikrobe të mira që edhe për hapjen e këtyre mikrobeve të mira, ky produkt me kapsule që ka, nuk e bën në stomak, por e bën tek zora e trash, atje ku bën pastrimin e mikrobeve të këqija dhe futen mikrobet e mira dhe pastrohet zora, dhe kur është zora e pastër, përthithen lëndët minerale më mirë dhe ne kemi më shumë energji, kemi shfryrje të barkut, pastrohen, edhe një gjë që është e pastër, domethënë është më e gjatë. Dhe kështu, guys, zora të bëjë punën e vetë, të nxjerrë jashtë ushqimet e panevojshme, ndërsa ne e pastrojmë me produktin e Forever Living Good, me këtë probiotik magjik që ka prodhuar kjo kompani. Ju uroj një ditë bukur.